Shëndetje, miqtë mi, mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Do të vi brenda 48 orëve lajmi që ju prisni, pra brenda 48 orëve do t'ju vi lajmi që ju prisni, brenda 48 orëve do t'ju vi lajmi që ju prisni. Brenda 48 orëve 3 persona diskutojnë për këtë lajm dhe juve ju vjen ky lajm që ju prisni. Letra e diellit me tresha e kupës tregon që lajmi që ju prisni për 48 orë vjen në dorën tënde, në dorën e kësaj perëndeshe të bukurisë që ka dritën e universit në dorë në këto atë të mrekullueshëm, sepse ju jeni një person shumë shpirtëror, shumë njeri i mirë, shumë familjar, dhe këtë lajm që vjen drejt jush, juve meritoni, sepse jeni një person shumë human, dhe nga ana shpirtërore dhe nga ana financiare. Ju ndihmoni njerëzit të nevojë dhe ashtu si e derni monedën, ashtu ju kthehet karma në anën tjetër. Keni gjithë botën, por këtë lajm e prisni me shumë ankth, me padurim, sepse ju jeni një person shumë pozitiv, me këmbë në tokë, dhe lajmi që prisni është një lajm i mrekullueshëm, një lajm që do të ndryshojë për 48 orë këtë jetë që ju, këtë kullën tuaj që ju e prisni me padurim. Dhe ky lajm i befasishëm që vjen në jetën tuaj do t'ju ekuilibrojë dhe do t'ju vërë në harmoni gjithë jetën tuaj. Pra, lajmi vjen për 48 orë dhe është një lajm shumë i mirë. Me kë rezonon? Me kë shën? Me kë shën me gërmë? Me gërmën G, me gërmën J, D, D, P, G, S. D, Sh, L, Q, M, T, M, Ž, Q, B, J, I. Kurse me shënjat, me gaforen, luanin, peshoren, ujorin, dashin, binjakët, shigjetarin, luanin dhe akrepin. Faleminderit shumë, miqtë mi.